Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do të sjellim në fokus disa histori ditët e fundit që janë trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Menjëherë dua të prezantoj të ftuarën time, është psikologe Marcela Lekli. Faleminderit Marcela që erdhe në studio. Odeta, faleminderit. Dhe në fakt sot i kisha të nevojshme të kisha në studio një psikologe për histori që do sjell në fokus dhe padyshim që më duhesh ndihma juaj, kështu që të falenderoj për zemërsisht. Kënaqësi të madhe dhe unë. Mirë, më lejoj që të prezantoj dhe për publikun historinë e parë e dashur Marcela, vetëm përpara disa ditëve studio e emisionit Pa Gjurmë ka sjell historinë e një 79 vjeçari nga Skrapari, i cili prej vitesh jetonte në Tiranë. Bëhet fjalë për Hamit Hyskon, regjia na ndihmoi me pasaportën televizive të 79 vjeçarit Hamit Hysko, i cili fatkesisht ishte larguar nga shtëpia e tij në datën 9 dhjetor dhe drejtimi ishte i paditur. Familjarët ishin në kërkim, kanë bërë denoncim në polici, vajza e tij Albana Hysko ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Por çfarë dyshonte vetë vajza dhe familjarët dhe çfarë kishin zbuluar edhe gjatë kohës që ishin në terren, unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Disa ditë më parë në studion e emisionit Pa Gjurmë ishte Albana Hysko, vajza e 79 vjeçarit Hamit Hysko, i cili është zhdukur që prej datës 9 dhjetor të këtij viti. E shqetësuar, ajo rrëfen për emisionin ditët e vështira që po kalon familja që prej momentit kur babai i saj u largua nga banesa. Albana tregon se Hamit Hysko vuante nga demenca dhe shpesh humbiste orientimin. Nuk mbante mend të rrugën, as vendit ku kishte qenë apo çfarë kishte bërë. Ajo pranon se nuk ishte hera e parë që babai largohej nga shtëpia, por këtë herë çdo gjë ndodhi papritur, në një ditë që deri në atë moment kishte qenë krejt normale. Vajza ndale edhe te biseda e fundit që kishte me Taatin, duke u emocionuar, teksa kujton momentet e fundit para largimit të tij. Largimi nga banesa mbetet momenti më i vështirë për familjen. Sipas vajzës, bashkëshortja e të moshuarit u përpoq ta ndalonte dhe ta ndiqte, por situata u tensionua. Një ditë para se të humbiste dhe takova dhe ditën tjetër, domethënë, një ditë para se të humbiste. Keni 2000 lekë shtim, tha mua. Jo, i thash. Hajde se nuk kam, i thash, po hajde të çoj për pim kafe. E vajta te moshëria aty. Po pinte kafe, më tha mua, si jam Terezi fare për ti kur poshtë, tha. I thash, hajde se po të përcjellun. Se mos mbesh pishman, tha. Nuk e di pse më tha këtë fjalë. Albana rrëfen momentin kur babai i saj u largua nga shtëpia, duke treguar se ai u bë agresiv dhe nuk lejoi askënd ta ndiqte. Pas disa minutash, familjarët nisën kërkimet në zonë, por pa asnjë rezultat. Në momentin që doli, domethënë, do dal, ai u bë aq agresiv sa kur e ndiqte mami, domethënë, Bëhesh keq, nuk donte që ju ta ndiqnit. Ose pse më ruam, pse më shikon, i kishte këto, nuk çfarë jam unë, kupton, nuk e pranonte asnjë që ishte çik nervozik domethënë në këtë situatë. Ta dhe i mora mjekimin dhe po ja jepnim, i thoshim se e zuri dhe një grip, domethënë, dhe ishte pak kështu, i thoshim ke vitamina këto, se thoshte çan këto që pi unë. Edhe filloi të normalizohesh. E bia shpjegon se rreth 20 minuta më pas, djali i vëllait të saj kërkoi në të gjithë zonën, por pa mundur ta gjej askund gjyshin e tij. Çuni vllajt kishte thënë ta ndjekun atë ku është, kishte thënë po kishte dalë pas 20 minutash, ai sa i ecën shumë avash. Dhe mbante o shkop ose një çadër, do të thënë si shkop. Kush e shikon të na lajmëroj, sepse po e presim në shtëpi. Nuk e di, inshallah gjende të gjallë, do Zoti. Po si. Kjo është historia e Hamit Hyskos, dashur miq, 79 vjeçari nga Skrapari, i cili fatkesisht doli nga shtëpia e tij në datën 9 dhjetor dhe rezultoi humbur për familjarët. Vajza e tij Albana vetëm përpara disa ditëve ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe këtë ngjarje e kemi trajtuar, ku pas emisionit, le të themi, mbritën informacionet e para, informacione që nisën të kërkoheshin dhe nga gazetarët, por fatkesisht teksa gazetaria Ersela telefonoi vajzën Albanën për t'i dhënë lajmet që kishin mbritur në Report TV nëpërmjet qytetarëve të cilët dyshonin se e kishin parë në zona të ndryshme në Tiranë. Nga ana tjetër e telefonit u dëgjua një e qarë, ishte Albana, e cila konfirmoi lajmin se e kishte gjetur babain, por fatkesisht të pajet. 79 vjeçari u gjet nga i biri i tij vetëm pak metra larg banesës, i pajet dhe është përcjell në banesën e fundit. Ne do të heqim të gjitha fotot e Hamit Hyskos, të ndjerit, i cili u largua nga kjo jetë, dhe ta mendosh një i moshuar, i prekur nga skleroza, i cili kërkonte shtëpinë e tij të rikthehej, nuk mundte do ta kujtonte,
dhe vetëm pak metra larg kishte rënë në një kanal dhe kishte humbur jetën. Unë dua ta marr Albanën për t'i përcjellë ngushëllime edhe në emër të redaksisë së emisionit Pa Gjurmë. Fatkeqësisht nuk u arrit të gjetej në kohën e dur dhe të kthej në shtëpi, por i biri, i cili jo vetëm ai, por të gjithë fëmijët prej 9 vjetorit ishin në teren dhe bënin kërkime për babain e tyre në të gjitha zonat e Tiranës. Regjia të më ndihmoj për ta gjetur. Urdhra. Albana, përshëndetje. Albana, më dëgjon? Alo. Albana, më dëgjon? Përshëndetje, Albana. Ndërkohë, do ta marr edhe një herë. Vajzën e të ndjerit për t'i përcjellë ngushëllimet nga studio e emisionit Pa Gjurmë, një dhimbje madhe për familjen Hysko, të cilët bën të pamundurën për ta gjetur gjallë Hamitin, për ta rikthyer në shtëpi, por nuk mundën dot. Urdhra. Albana, përshëndetje, jam Odeta nga emisioni Pa Gjurmë. Përshëndetje. Zemër, unë dua të t'jap ngushëllimet e sinqerta në emër të stafit e emisionit Pa Gjurmë dhe sinqerisht na ka ardhur shumë keq ditën cilën komunikuam dhe ju na dhat lajmi që babain e gjetët pa jetë. Faleminderit, shumë faleminderit. Ai u gjet vetëm pak metër larg banesës së tij. Po. Albana, unë nuk dua të të lëndoj, e kuptoj dhimbjen e madhe dhe e kuptoj fare mirë çfarë do thotë të humbësh babain. Ka qenë vllai i biri që e ka gjetur trupin e pajet? Po, vllai. Nga ekspertiza mjeko-ligjore, se besoj keni ndjekur të gjitha procedurat, shkaku i vdekjes kush ishte sipas ekspertizës mjeko-ligjore? Po, ai ka ecur në rësirë, ka rëshqitur edhe. Ka rëshqitur dhe ka rënë, le të themi, në një kanal që ndodhej pak metër larg shtëpisë. Po. Dhe dhimbja bëhet më e madhe ku atë ditë që ai është gjetur i pajet nga i biri i tij, traumën që ka përjetuar djali teksa ka dalë në teren për të kërkuar babain dhe e ka gjetur të shtrirë në një kanal, janë momente vërtet dramatike, po më e dhimbshme bëhet lajmi kur informacione 2-3 orë përpara se ai të ndronte jetë, ishte parë nga qytetar aty në zonën ku ju jetoni. Po. Po ai që atë ditë, domethënë, do ketë vajtur atje dhe ne kemi vajtur gjithandej vetëm tek ai vend nuk vinim, nuk e di pse. Kontrolluar gjithandej dhe vetëm tek ai vend nuk kishim vajtur. Shumë e vështirë. E vështirë dhe ngushëllime e dashur, qoftë i pa harruar babai juaj. Faleminderit. Dhe sinqerisht na erdhi shumë keq që ishte ky fundi tragjik për babain tuaj, për familjen tuaj. Shumë faleminderit, ju përgëzoj dhe për emisionin. Faleminderit. Pa mas. Faleminderit e dashur Albana. Mirë, regjia do të heqë të gjitha fotot, kronikat, çdo materiali që ne kishim bërë për Hamit Hyskon, ndoshta edhe në rrjetet sociale, njerëz të cilët na shkruajnë, na sjellin foto dhe dyshojnë se mund ta kanë parë të 79 vjeçar. Ne po tregojmë live nga ky transmetim që fatkeqësisht ai u gjet i pajet. Këtë njofti do ta japim dhe në rrjetet sociale për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Marcela, është e vështirë, le të themi, kur mosha e tretë preket nga skleroza, e vështirë për të qëndruar 24 orë me ta, dhe akoma më e vështirë kur ai të del nga shtëpia dhe të ikë dhe ti s'di ku ta kërkosh. Praktikisht kjo është një nga problemet, mund të themi, që po has shumë në familjet shqiptare, qoftë edhe në moshat e treta, që po shohim në përditshmërinë tonë që rastet moshave treta vuajnë nga skleroza, largohen nga shtëpia, nuk arrin dot të gjejnë shtëpinë, kanë probleme brenda familjes, mund të kenë probleme jashtë familjes, sepse siç është edhe nga problemet e shëndetit mendor që mund të jetë sepse në thelb problemet të shëndetit mendor lidhet, mund të kenë edhe sjellje të dhunshme brenda familjes, mund të kenë edhe sjellje të dhunshme jashtë familjes, por në të gjitha këto hallka të cilët çdo familje has me një qoftë babain, nënën apo pjesëtar tjerë të familjes, nuk duhet lënë kurrë vetëm. Kjo është zgjidhja më e mirë, sepse kjo është një smundje, mund të themi, që është e pashërueshme, thjesht trajtimi me medikamenteve është për të mbajtur një gjendje stabil, nuk është kuruese
Dhe ndoshta më herët, në kohë më të hershme në shenjat e para, mund ndiqet një trajtim i mirëfill nga specialisti për katës, për të mos agravuar më shumë, por kur e shohim në raste të tilla s'duhet lënë kur vetëm, sepse siç rasti që diskutuam paraprakisht përpara, që normalisht një dhimbje qoftë për familjarët, për nënën dhe nuk e vën diskutim për atë djalë që ka gjetur babain pa ndjenja të mbaruar në ato momente, por nuk duhet lënë vetëm. Në asnjë moment. Ne do shkëputemi këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore, do rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar misionin tonë me të tjera histori. Rikthyer në studio dashur miq dhe në këto momente dua të prezantoj historinë e një 32 vjeçari me emrin Amarildo Memishi, i cili vetëm përpara disa jave ka qenë në studion time së bashku me nënën e tij. 32 vjeçari frekuentonte në Laprak, qendrën e personave me aftësi të kufizuara, por ishte një histori frymëzuese kur Amarildo ka qenë këtu në një intervistë me mua dhe ka treguar për ëndrat dhe dëshirat e tij. Dua të rikthej sot historinë e tij nëpërmjet këtij materiali. Në një dhomë të vogël në krye qytet, me zhurmës së kompjuterit dhe dritës së ftohtë të monitorit, Amarildo Memishi krijoi botën e tij me ngjyra. Ai është 32 vjeç dhe prej 2 vitesh jeton me një diagnozë, spektrin e autizmit në fazën e mesme, por në vend që ta shuaj dritën, kjo diagnozë ka bërë më të thellë dhe më njerëzore. Amarildo nuk erdhi vetëm, në studio ai mbërriti krah për krah me nënën e tij, ishte vetë ai që këmbguli të vinte, të fliste dhe të dëgjohej. Ai e deshte shumë. Ku ta tha dhe ta komunikoi që do shkojmë tek emisioni pa gjurmë? Ai e kishte thjesht do vete në një stacion televiziv, do vete të shprehem, do vete dhe... E kërkonte më ngulm që të shkonte. E kërkonte. Pastaj nuk e di, kishte parë në YouTube, nuk e di. Po, dhe më shkruajti. Edhe më tha mami ta i shkruajta Odetës. Po, e vërtet. E më ktheu përgjigje. I thash, do vish me mua mami, do vi, i thash, nuk ta prish. Në fëmijëri, Amarildo nuk fliste shumë, shkollën fillore e përfundoi me vështirësi, të mesmen me këmbgulje, por rrugën e vet e gjeti më vonë, mes grafikëve, formave dhe ekranit që nuk i gjykon, por e kupton. Ëndra më e madhe kush është? Ajo ëndër që kërkon ta realizosh. Po, IT-ja më shumë, IT-ja. Po, të pëlqen teknologjia. Kush ka qenë lënda, libri që të ka pëlqyer më shumë në shkollë? Informatika. Informatika, edhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Padyshim që do të pëlqente informatika. Ka shumë e dashuron? Po, domethënë kompjuterat i kam pasur dëshirë, pasion. Ty në laptop qa googlon, qa kërkon, qa punon? Po, jo kështu, jo logo, jo foto. Merresh edhe me grafik? Po, si që... Se ka bërë kurs. Atje që ka më marrë. Ka bërë dhe kurs për grafik? Ka shpen 2 herë në kurs për grafik. Që ti mund të bësh një grafist shumë i mirë. Pas çdo suksesi të vogël, qëndron një familje që lufton në heshtje. Në jetën e tyre, spektri i autizmit nuk është vetëm një fjalë miksore, është një përvojë e përditshme, një sfidë që prek gjithë familjen, por është edhe një dëshmi se dashuria nuk njeh diagnoza. Në studio, Amarildo përcolli mesazhe për të gjithë ata që janë si ai, për ata që ndihen ndryshe, të padukshëm ose të keq kuptuar. Nuk është turp se duhet të jetojmë me këtë gjë, të bashkëjetojmë me këtë gjë. Mirë se jemi ndryshe, po jemi si gjithë të tjerët. Bravo. Bravo për mesazhin që përcolle dhe për këtë mesazh dua të të përqafoj. Edhe unë. E në fakt të ishin momente shumë të këndshme dhe për mua si moderatore e emisionit Pa Gjurmë, kur 32 vjeçari Amarildo ishte me mua në studio dhe shprehu dëshirat dhe ëndrat e tij. I dashuruar pas IT-s, grafikës, ky djalë, duar art, i cili punonte, vetëm përpara 24 orëve, erdhi në ambientet e Reporters TV dhe solli për Pa Gjurmë një dhuratë, pikërisht një logo të konceptuar nga 32 vjeçari me probleme shëndetit mendor, i cili bëri një logo të emisionit Pa Gjurmë dhe shumë domethënëse. E dashur Marcela, se ti e njeh shumë mirë rastin se je psikologe e qendrës Laprak, aty ku le të themi Amarildo ka qenë pjesë dhe ka trajtuar për një farë kohë shumë të gjatë. Është trajtuar për një kohë të gjatë, shumë domethënëse ajo që ka bërë Amarildo, një zemër e lënduar, 2 duar të bashkuar, një lot
Pra, ai ka arritur ta kuptoj fare mirë misionin e pajgjurmit. Unë mendoj që fillon me lot, një zemër lënduar dhe në fund janë të bashkuar. Logjika që ka përdorur pikërisht Amarindo. Kështu e mendoj unë tani, atë që shoh. Fillon me një lot, normalisht që dhimbja fillon me lot, zemër e lënduar dhe në fund të bashkuar që kapin dorë dy duar të bashkuar. Që atë që sjell edhe emisioni juaj, fillon me lot, zemër e thyer dhe në fund të bashkoni njerëz. Dhe shumë e vërtetë, bëre përshkrimin shumë bukur të kësaj, le të themi, kornize. Unë këtë kornizë ka vendosur që ta mbaj në skenografinë e emisionit Pajgjurmë. Jam e sigurt që Amarindo është duke më ndjekur, kështu që dua ta pus nga ky transmetim live dhe shumë faleminderit. Ishte dhurata më e bukur për këtë fund vit që solli ky 32 vjeçar dhe pikërisht kjo kornizë do të qëndrojë ndoshta këtu ditën e sotme për të sistemuar dhe nga skenografisti, pasi nuk dua ta heq nga studio e emisionit Pajgjurmë. E dashur Marcela, nuk dua të pyes shumë se ndoshta janë edhe le të themi sekretet e profesionit që jo gjithçka mund të thuhen në një transmetim live, por mund të na thosh diçka për Amarildon? Amarindo është nga rastet. Është duke na ndjekur, jam e sigurt. Sigurisht, edhe besoj që mbasi të marrë emisioni ose do më shkruaj ose do më telefonoj direkt, jam e bindur për këtë. Po. Amarindo është nga rastet që ka qenë në një trajtim të rasteve të veçanta që unë personalisht e kam trajtuar. Ka pasur normalisht problemet e veta, normalisht problemet të shëndetit mendor, frikrat, atashimin në botë jashtme, socializimet, dhe në sajt të një punë intensive, realisht, që ne ja arritë. Dhe Amarildo dhe familja është e kënaqur, po besoj këtë do ta thoshte Amarildo, jo unë, se i bie sikur po. Jo, unë ju pyeta duke ditur që keni qenë psikologe për një kohë të gjatë dhe e keni trajtuar Amarildo për të pyetur se si është sot situata e tij, sepse ai i vetëm me vllajin ka ardhur në ambient e Report TV për të na sjell këtë dhuratë. Në fillimet e para Amarildo realisht edhe sot është i lidhur, ka një lidhje shumë të fortë me Tjëmën. Ajo e ka shoqëruar në studion tonë. Në çdo vend Amarildo ka qenë gjithmonë i shoqëruar me vetëm nga nëna, nga asnjë pjesëtar tjetër i familjes. Dhe praktikisht dhe në qendër që vinte merrte trajtimin, i shoqëruar nga nëna, nëna e priste dhe shoqërohesh prapë në punët e tyre që mund të kishin më pas. Dhe kjo ishte ajo që unë realisht punova më shumë me Amarildon, që të bëjt kjo shputje të paktën e Amarildo në gjërat e tij vetjake, në kursin që ai kishte pasion, IT-n, më thënë të shkonte vetë dhe të vinte vetë. Dhe kjo ishte një arritje e madhe. Një arritje e madhe. Normalisht duke ditur që Amarildo kishte një lidhje aq të fortë me Tjëmën, sa duke ditur edhe problemet të tjera që ai haste të shëndetit mendor, realisht ishte shumë e vështirë dhe e pabesueshme që mund të arrije deri në atë pikë, sepse ndodhin raste specifike kur jeni në një moshë të hershme që trajtohet, deri në një moshën 18-19 vjeç ka progres. E qartë. Por në moshë madhore është diçka që ajo është brumësuar dhe është shumë e vështirë të shkputet. Por besoj... Na vjen mirë për Amarildo që ka arritur dhe i urojmë gëzuar festa, sepse jemi, le të themi, në muajin e festave. Amarildo qëndroi fort dhe ndiq ëndrat e tua. Mirë, ne do shkëputemi për të kaluar në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me një histori goxha të rëndë, një 35 vjeçare shqiptare e cila është zhdukur në Itali, gjithë mediat italiane po flasin, nëna e 2 fëmijëve ka dërguar një mesazh bashkëshortit të saj, është larguar dhe drejtimi ngelet i paditur. Pas pak do të jemi lidhje live me Italinë, do të jenë familjarët e saj, të cilët kërkojnë ndihmë nga ekrani i Report TV. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për zhdukjen e një 35 vjeçare nga Elbasani, nëna e 2 fëmijëve me emrin Floresha Pengu, e cila prej 3-4 viteve, së bashku me familjen e saj, ishte larguar nga Shqipëria drejt Italisë dhe jetonte në Trento të Italisë, por fatkeqësisht mëngjesin e 22 tetorit ajo doli si çdo mëngjes për të shkuar në punë dhe nuk u kthye më në shtëpi. Nga ai moment u shpall e humbur nga familjarët, të cilët bën denoncimin në policinë italiane, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të Floresha Pengut, e cila vetëm një orë përpara se të fikte telefonin, ka dërguar një mesazh bashkëshortit të saj, Sajmir Pengut, një mesazh vërtet të dhimbshëm, ku kjo noni tregonte se do të merrte një vendim fatal për jetën e saj. Janë bërë kërkime kudo, policia nuk ka gjetur asnjë gjurmë të saj dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj 35 vjeçare shqiptare, e cila e theksoi për 3-4 viteve jetonte në shtetin italian. Unë dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur për zhdukjen, humbjen e saj dhe më pas do të jemi në një lidhje direkte me Italina pret vllai i të humbrës Gjergji Likolari.
që prej datës 22 tetor, Floresha Pengu, 35 vjeç ka humbur çdo kontakt me familjarët e saj. Floresha banon në rajonin e Trentos, në veri të Italisë, ndërsa i fundi që ka kontaktuar me të është bashkëshorti i saj. Ai tregon se Floresha u nis të mërkurën në mëngjes për në punë, me vete kishte telefonin. Pas një mesazhi të shkëmbyer ajo zhduk. Ishte pikërisht ai që njoftoi policin për zhdukjen e saj. Ajo po kalonte një periudhë ndryshimi, por asgjë serioze, nuk ishte trishtuar, nuk ishte në depresion, po jetonte jetën e saj si një grua dhe nën, me sfidat e përditshme, me të cilat përballemi të gjithë. Kjo është arsyeja pse zhdukja e saj nuk ka kuptim. Na ndihmoni ta gjejmë. Ky është apeli i familjarëve të Floreshës në media, të cilët kërkojnë ndihmë për gjetjen e saj. I vllai Floreshës jeton gjithashtu në Itali në Perugia. Ai tregon se në bisedat e fundit të shkëmbyra me motrën e tij, ajo i kishte treguar për periudhën e vështirë që po kalon në jetë, por shton se asgjë nuk ishte dukur ai serioze. Isha në Trento, disa ditë para se ajo të zhdukej, duke i vizituar, folëm shumë dhe ajo më tregoi për disa probleme, por asgjë serioze, vetëm uli ngritje të vogla, që secili prej nesh has në jetë, vështirësitë të qenit nën me 2 fëmijë të vegjël dhe vendimi për të lënë disa nga angazhimet e saj në punë, për të kushtuar më shumë kohë atyre, por nuk ishte asgjë që do të sugjeronte se ai do të ikte, ose më keq akoma, tha ai për mediat italiane. Ditët e fundit, një operacion në shkallë të gjerë u krye në krye qytet, duke përfshirë vendosjen e ekipeve të përhershme të lumit nga Trento dhe zjarrfiksve, vullnetar për gjet lumit Adige. Një helikopter u vendos gjithashtu për fluturime, mbi sipërfaqet e kontrolle nga lart. Megjithatë, nuk ishte asnjë shenjë të Floreshës. Familjarët e Floreshës tashmë janë të frikësuar për fatin e saj. As nuk e dim nëse po e kërkojnë të vdekur apo të gjallë. Jemi larg dhe policia vazhdon të na thotë se nuk mund të na tregojë asgjë dhe t'i lëmë të bëjnë punën e tyre. Kanë të drejtë, por ne jemi të frikësuar, në ankth. Kemi frikë për Floreshën dhe duam vetëm që ajo të shkojë në shtëpitë e vajzat e saj, duam vetëm ta gjejmë, thot bashkëshorti i saj. Deri më sot nuk ka pasur rezultate dhe kërkimet për të gjetur Floreshën janë ende duke vazhduar. Forcat e policisë kanë lëshuar një qarkore në të gjitha prefekturat italiane. Kjo është historia e dhimbshme e një nëne shqiptare, e cila figuron e zhdukur prej datës 22 tetor në shtetin italian. Unë në këtë momente dua të përshëndes vllajën e saj Gjergji, që kam në një lidhje direkte nga Italia. Gjergji, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe të. Unë uroj dhe shpresoj që sot publiku që na ndjek nëpërmjet studios e emisionit pa gjurmë nga kanali Report TV, nga çdo emigrant që jeton në Trento, aty ku motra juaj ka humbur, të na ndjeki dhe ndoshta dikush mund të na ndihmoj me informacione. Por është një histori që të dhëmb realisht kur mendon që kjo nën, motra juaj, ka lënë 2 vajza të vogla, ka dërguar një mesazh të dhimbshëm bashkëshortit të saj për një fund të dhimbshëm, atë që ajo kishte menduar, dhe më shumë më zhdimsur dhe nëna juaj, teksa ka thënë që nuk di si ta kërkoj vajzën, të gjallë apo të vdekur. Unë dua të pyes ditën e sotme drejt për së drejti live nga studio e emisionit pa gjurmë. Ju si e keni zbuluar humbjen e motrës? E kam zbuluar që më ka marrë vendrin në telefon dhe më ka thënë nuk e gjej motrën. Ka iku në mëngjes, për në punë tha dhe nuk e di ku është. I dashur Gjergji, atë mëngjes të 22 tetorit që motra juaj ka dalë për punë si çdo ditë, do shkonte në vendin e saj të punës, ajo ka dërguar dhe një mesazh bashkëshortit. Po, siç kam thënë, pra, mesazhi nuk e di, ne ka shkruar të vërtet motra ime, se telefoni nuk është gjendur. Por numri i përkiste motrës tuaj? Po. Mund të na thuash në atë mesazh çfarë ka lënë të nënkuptoj motra juaj bashkëshortit të saj? Po, ka thënë në mesazhi shkruante që kujdesu për fëmijët, unë po iki në lumi kebabi. Por siç thash që nuk e beson që ka shkruar motra juaj? Nuk besoj se do më shkruante edhe mua ose mamit ose prandaj kam dyshime, nuk e di në qoftë se ka shkruar të vërtet motra atë mesazh. Pra ju jeni në dyshime që ai mesazh ndoshta nuk është shkruar nga motra juaj, atë mëngjes të 22 tetorit. Po. I dashur Gjergji, nga 22 tetorit deri më sot që ne flasim, policia italiane padyshim ka bërë kërkime edhe në atë lumë që përshkron qytetin Trento të Italisë, janë bërë kërkime, por nuk është gjetur asnjë gjurmë me motrës tuaj. Asnjë gjë thon.
I marrim në telefon, dhe thonë nuk kemi deri tani asnjë të re. Nëpërmjet valve të celularit është arritur të gjendet, le të themi, lokacioni fundit i telefonit të saj? Po, është fikur afër shtëpisë. Afër shtëpisë ku banonte motra juaj. Po, Që do thot, ajo sa po ka dal nga shtëpia, atë mëngjes ka dërguar mesazhin dhe ka fikur celularin. kështu Logjikisht kështu i bie. kështu i bie, po se di çfarë bëj. I pyesim dhe s'kemi asnjë informacion, thonë, është Gjergji, të lutem, dua të pyes sot për motrën tuaj dhe le të flasim për shëndetjen e saj mendor. Si ka qenë ajo kohët e fundit, sepse ju vërtet nuk e besoni që atë mesazh nuk e ka dërguar motra juaj dhe unë uroj që ajo të jetë shëndoshe mirë, të jetë diku, sepse janë dy vajzat vogla që e presin në shtëpi. Por, duke ditur që ka qenë telefoni i saj, përqindja më e madhe, le të themi, të bën të besosh që ndoshta e ka dërguar ajo atë mesazh në një moment të vështirë emocional apo në një moment vështirë të gjendjes saj të shëndetit mendor. Si ka qenë motra juaj? Ose çfarë ju ka treguar dhëndri, bashkëshorti i motrës? Ka qenë shumë e angazhuar me punën, po kur e pyeta që mos keni bërë ndonjë debat, ndonjë gjë, se nuk ikën një person thash të iki kështu direkt, do iki unë edhe kujdesem për fëmijën. Siç të tregova që 2 ditë përpara unë kam qenë të shtunë dhe të diel atje. Të hënë të martë kam folur në telefon, të mërkurën në mëngjes më merr dhëndri thotë që nuk është. Kur vajta të mërkurën në drek atje, e kam pyetur mos bëj ndonjë debat në darkë, Po. Si të zhduket ky njeri? Jo, tha nuk. Po, mund ta pyesësh, sepse në studio kam dhe psikologen Marcelën i dashur Gjergji. Po, Marcela, mund ta pyesësh. Gjergji, përshëndetje Gjergji. Përshëndetje. Thjesht të bëj disa pyetje shkurt edhe pa të ngarkuar, normalisht edhe pa të lënduar. Në gjatë kohës që ti ato ditë që the të hënë të martë ke qenë ke vizituar motrën, si të zhdukur motra në ato ditë? A ke pasur në djenin tuaj motra ka pasur probleme me depresionin, a ka pasur probleme shqetësime psikologjike, apo probleme normalisht edhe brenda familjes, apo dhe me faktorë të tjerë, a vuante nga diçka që ndoshta e ka mbajtur dhe të fshehur, a trajtoj me medikamente, sepse të marrësh një iniciativë nga ana ime profesionale, që të shkruar që unë do iki tek normalisht me sa mora dhe informacionin që babai ka ndruar jetë dhe përjetimi i saj ishte tepër i rëndë, të jesh i sigurt, mendoj unë paktën nuk po flas me një përqindje shumë të lartë, por dikush që arrin të bëj këtë akt që do të japi fund jetës të tij apo të saj, kurse si nuk e shpreh në asnjë formë të ndryshme. Thjesht mundohet të ruhet që mos nëse të arrijë atë akt që ka ndërmarrë. Domethënë kur nuk shprehet. Pavarësisht se si mund të jetë rasti i motrës tuaj, thjesht do të pyesja ti vetë ke hasur diçka në këto ditë që ti ke qenë së fundmi para se motra të ikte nga shtëpia. Pra, fole shumë mirë që nuk e shprehte. Ajo ishte gjithmonë mbështetja për neve, për mua, për motrën që kam në Greqi dhe për mamin. Na shikonte ndonjë video për të qeshur, na jepte gjithmonë kurajo. Vetë mbase ishte e mërzitur kështu, po nuk na i tregonte. Pra, ju nuk keni arritur. E qartë, ju nuk keni arritur asgjë të kuptoni te motra juaj se ndoshta ishte ngarkuar nga ana, le të themi, emocionale, përjetimi, dhimbja, humbja e babait, por qoftë ndoshta problemet që mund ketë pasur në rrethin e saj familjar apo qoftë në punë. Ajo nuk ka shprehur asnjë lloj shqetësimi. Ose ndoshta nuk është arritur të identifikohet. E qartë. Ka shumë raste që janë probleme të shëndetit mendor që vuaj ka një depresion të brendshëm, siç është nga ana mjekësore, depresion i brendshëm, që do të thotë që nuk e shfaqin në anë ngacmore që qeshin gjithkohës, janë allegro, domethënë nuk janë vetëm raste të dinamike që mund të shfaqin agresivitet apo të shfaqin dhe probleme brenda familjes. Ndaj po them që varet se si është parë dhe sa është diagnostikuar apo është menduar se mund të ketë probleme. Gjergji, që ka akumuluar në veten e saj. Siç e thatë, pra që një person që nëse është, siç mendon Ertinë, nëse është i sëmurë ose nuk është mirë, nuk mund të shkruaj tash se unë kur nuk jam mirë, nuk mendoj unë që çfarë do bëj, do iki unë filan vend. Unë kur nuk jam mirë, dal në rrugë, më merr makina, më shtyp, më përplas, iki, mbaroj.
Pra atë që të ti Marcela është një person që do të arrijë të marrë një vendim fatal, nuk mund të tatërojë këtë gjë. Të përbënd edhe unë më lartë, dhe më thë nga ana eksperiencës time dhe nga raste që janë trajtuar, raste që tentojnë të japin fund jetës, normalisht kurse si nuk e shprehin. Asë njëherë, dhe më thë janë raste që kanë krijuar një fatalitet, kanë ndodhur, dhe janë raste që ruhen, nëse kanë tentuar njëherë, ruhet nga dhe pjesëtar të tjerë të familjes, dhe që mos të arrit të tentoj të marrë një akt të dytë, dhe gjithmonë ruhet që të arrijë atë veprim që ka ndërmarrë. Kurse rasti konkret i motrës tuaj, mendoj që mund të jetë pak më e gjerë, ndoshta është djerë e lodhur, ndoshta është djerë e cënuar brenda familjes, ndoshta ka pas ngarkesat e saj dhe në një moment të shfutur nga realiteti. Do të thënë janë shumë faktorë që mund të marrësh, por të arrijë tani edhe mund ndodhi, mund thotë që edhe mund ndodhi, por nga eksperienca, po të them nga rastet, nuk ka ndodhur deri më sot. Ne urojmë që ajo të ndodhet diku, të jetë shëndoshë mirë dhe mos jetë i vërtet ai mesazh që ajo çoi atë mëngjes 22 tetor. Uroj me zemër këtë gjë, Gjergji. I dashur Gjergji, nuk e di, me burrin e Floreshës keni pasur komunikim ditët e fundit, se besoj gjitha informacionet nga policia është ai që i merr, sepse ngjarja ka ndodhur në Trento dhe ju nuk jetoni aty. Tani Gjergji vetë më fale, ka parë mesazhe që ka çuar motra, çfarë orari, itinerari, orari është? Po, ja ka treguar dhëndri mesazhin, e keni parë me sytë tuaj, e keni lexuar? Po, e kam parë, po. E ka parë dhe e ka lexuar. Ka ardhur një informacion nga policia, ose kush janë pistat e policisë italiane që po heton sot për zhdukjen e motrës tuaj? Nuk tregojnë asgjë. I marrim në telefon, nuk kemi as informacion. Edhe dhëndri që para 2 dije prapë që fola në telefon, nuk më japin asnjë informacion sot. Ju na keni vënë dispozicion edhe numrin e Sajmir Pengut. Me lejën tuaj, mund ta marrim në telefon dhe Sajmirin ditën e sotme në këtë transmetim? Po, mund ta merrni nëse e ngren, se me një gazetare që kanë folur italiane më tha që i kam rënë, por nuk e ngren. Nuk e ngre telefonin, po, sepse historia e Floresha Pengut është bërë mediatik dhe në shtetin italian, edhe në mediat italiane, pasi të gjithë kërkojnë që të ndihmojnë këtë familje shqiptare për gjetjen e Floreshës. Mirë, Gjergji, unë po tentoj, nëse Sajmiri nuk do më përgjigjen në telefon, është e drejta e tij, por unë besoj që ai është në kërkim të bashkëshortes. Ja ta shohim, mund ta dëgjojmë, inshallah. Ndërkohë që regjia na nxjerrë edhe një herë fotot e Floreshës, me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim, kushdo që ka informacion mund të na ndihmojë për 35 vjeçare nga Elbasani, e cila jetonte, regjia të më ndihmojë me këtë telefonat. Zilja po bie dhe uroj që Sajmiri të na përgjigje ditën e sotme. Dhe ai ka humbur bashkëshorten, është në kërkim të saj. Prej 22 tetorit nuk dihet asgjë se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj nëne të re, që ka lënë 2 vajza të mitura në shtëpi, është larguar dhe nuk është kthyer më. Nuk na u përgjigj. Gjergji, por pse Sajmiri nuk do të flasi për zhdukjen dhe humbjen e bashkëshortes? Po pra, tash siç më tha dhe gazetare, sot kanë folur gjithë ditën dhe ato gazetaret janë 2 që po mundohen shumë dhe ju visi ti falenderoj dhe juve dhe ata që po. Ai nuk do të flasë, nuk do të bëhet mediatik, se është dhe diçka personale, nëse ai nuk do të bëhet mediatik, është e drejta e tij, padyshim. Ju e keni motor dhe jeni të interesuar ta bëni mediatik për të marrë informacione, por ai është në kërkim të gruas. Po tani, nëse s'do tash, kur e bëra unë që kam hedhur, edhe për mua nuk është e lehtë, të hedh motrën në jeta e shqip që e kam ashtu. E qartë, Gjergji, unë e kuptoj fare mirë që çdo person që ka një problem, qoftë person të humbur, qoftë një problem me institucionet, problem brenda familjes, nuk do donte kur ta bënte mediatik. Por kur gjithë dyert mbyllen, e shikoj si një mundësi, si një dritare të vetme për të kërkuar ndihmë. Dhe unë e kuptoj fare mirë sepse jam një gazetare që kam 8 vite që bëj këtë emision dhe çdo ditë kam personazh në këtë studio. Por vetëm thjesht dua të kuptoj që bashkëshorti i saj nuk e kërkon më bashkëshorten e humbur apo nuk do të bëhet mediatik dhe bën kërkime në mënyrë private. Në djenin tuaj. Nuk e di, po tani siç më tha kur bëra foto, kur bëra diçka që
që hodha foto do me thënë në internet, më tha a i ke lexuar mesazhet tha që shkruajnë vetëm për mua dhe që burri ka fajt apo... Nga komentet që njerëzit kanë bërë, pikërisht për humbjen e motrës tuaj dhe akuzojnë bashkëshortin. Po, tani, i fundit që ka... Dhe ai është ndjerë keq për këtë pjesë. Është ndjerë keq, tani, ai nuk duhet të ndihet keq, por duhet të, se unë kam moto normal do ta kërkoj deri ta gjej, të dalë e vërteta, po duhet të mundohet dhe ai ta kërkoj më shumë se unë, që të mbylli gojën njerëzve dhe të më thotë mua që unë nuk kam faj. Unë s'kam faj, ka ikur vetë se të... Ai kur nuk i hap telefonin, do thotë që ai nuk do ta akuzoj asnjë, po kur nuk ka hap telefonin, kur nuk përgjigjesh, atëherë akuzat ngrihen më shumë për te. Bëhet më keq. E qartë, po përshkojmë drejt fundit dhe më duhet që... Fare, se duhet edhe marrëdhënia s'ka qenë mes çiftit. Njoja mes Sajmirit dhe Floreshës ka qenë me dashuri apo mbledhëri, pyet psikologja. Me mbledhëri. Ka qenë me mbledhëri, nuk janë njohur vetë. Një martesë të shëndetshme apo me probleme? Një martesë të shëndetshme apo me probleme ndjenin tuaj? Mirë, në fillim ka qenë shumë mirë, po kam patur ndonjë problem tash nga fundi, sikur. Gjergji, ne do vazhdojmë dhe në ditën e vijim historinë e motrës tuaj, që t'jem me shpresën për të zbardhur, kjo e vërtet, dhe uroj me zemër që ajo të jetë shëndoshe mirë. Dua që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh nga ekrani i Report TV për çdo teleshikues, për çdo mik, për çdo shok të motrës tuaj që mund ta ketë njohur në Trento dhe mund të di diçka. Ju lutem kush e ka parë, kush di në informacion të kontaktoj, ta gjejmë sa më parë. Dhe uroj me zemër. Mirë, do mbetemi kontakt dhe të përshëndes Gjergji. Faleminderit shumë. Faleminderit që të pata në këtë lidhje dhe në fakt e dhimbshme gjithë kjo histori. Urojmë që të zbulohet e vërteta e kësaj nëne, të jetë shëndoshe mirë, të jetë gjallë dhe të kthehej sa më shpejt pranë dy të voglave të saj. Dashur Marcela, të falenderoj që të pata sot në studio. Faleminderit. Mirë, me historinë e Floresha Pengu, dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për sot. Ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.